Dje, Komisioni Evropian miratoi paketën e sqarimit për vitin 2025, e cila përfshin edhe raportin vjetor për Shqipërinë, dhe kjo ishte paketa e parë e Komisionit të ri. Sapo i dorëzova raportin kryeministrit të Shqipërisë, më vonë sot unë do të takohem me ministrin për Europën dhe punët e jashtme për të diskutuar raportin, ndërsa më vonë gjatë javës do të zhvilloj takime edhe me përfaqësues të biznesit dhe të organizatave të shoqërisë civile. Sa më parë që të jetë mundur, do t'ja dorëzoj raportin edhe kryetarit të Kuvendit dhe do ta paraqes atë tek kryetarët e të gjitha komisioneve parlamentare dhe drejtuesit e grupeve parlamentare. Më pas, pasi të jetë kthyer në Shqipëri presidenti, do t'ja dorëzoj raportin edhe presidentit të Shqipërisë. Raporti i këtij viti publikohet në një moment shumë të rëndësishëm për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. 5 nga 6 grup kapitull negociues tashmë janë hapur dhe po punohet për hapjen e grup kapitullit të fundit. E gjithë kjo është arritur me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe dëshiroj të përgëzoj autoritetet shqiptare për këtë rezultat të shkëlqyer. Tani duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi unike në procesin e negociatave të antarësimit, pasi po hymë në një fazë vendimtare. Është një fazë ku në fakt do të testohet vullneti dhe aftësia e Shqipërisë për të parafruar me standardet dhe legjislacionin e BE-s. Paralelisht, Shqipëria ka bërë përparim të ndjeshëm në zbatimin e agjendës së reformave dhe të rritjes në kuadër të planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, duke përmbushur 21 masa reformuese ndërmjet dhjetorit 2024 dhe qershorit 2025, një rezultat i shkëlqyer që bëri që Komisioni Evropian të disbursojë 99.3 milion euro për Shqipërinë, një tregues i prekshëm i angazhimit të BE-s për të stimuluar edhe më tej ritmin e reformave të shpejta në Shqipëri, sepse siç konfirmoi edhe presidentja von der Leyen gjatë vizitës së saj të fundit në Tiranë, kjo është edhe arsye sepse ne jemi këtu. Komisioni Evropian është gati të mbështesë Shqipërinë në çdo hap të rrugës së saj drejt realizimit të synimit ambicioz për mbylljen e negociatave të antarësimit deri në fund të vitit 2027. Për të përmbushur këtë objektiv ambicioz, ama Shqipëria duhet jo vetëm të ruaj, por edhe të përshpejtojë ritmin e reformave. Prioriteti menjëhershëm për të arritur përparim të mëtejshëm për negociata është përmbushja e atyre që quhen piketat e ndërmjetme, që janë hapa konkret që shtetet anëtare i kanë përcaktuar si kërkesa themelore që çdo vend aspirant duhet të plotësojë. Këto piketa konsiderohen aq të rëndësishme sa pa përmbushjen e tyre nuk mund të mbyllet as provizorisht në një kapitull tjetër. Pra, raporti i vitit 2025 për Shqipërinë i publikuar dje është faktik dhe gjithë përfshirës. Ne shpresojmë që të gjitha forcat politike, aktorët e shoqërisë civile dhe të biznesit, mediat si edhe qytetarët në përgjithësi do ta konsultojnë këtë raport, do ta lexojnë atë, pasi i jep një vlerësim të drejtë për ecurinë e vendit, vlerëson arritjet dhe jep merite ato ku meritohen, por në të njëjtën kohë thekson edhe fushat ku ka ngecje